Është një, me që ne nuk do jemi dot me 7-8 mars në radio, se ne emitentën tjetër, do të tregoj një barcalet për ty dhe për të gjithë dëgjuesit që ka të bëj pikërisht me 8 marsin. Dakor? Po të dëgjoj. Kloj, të lutem, nëse ke një background funny ose një kështu, sa për barcaletën do ishte interesant për kemi në sfond, na duhet. Për t'i dhënë një ngjyrë tjetër që njerëzit kuptojnë që bëhet fjalë për një barcalet. Patjetër. Okej. Sincie sancajna. Ishin 3 pasanik që po darkonin së bashku me rastin e 8 marsit. Po. Edhe normalisht një vend prive, niveli lart, edhe secili nga këta milioner, po shiste mend tjetrit se ku e ka quar bashortin e tij për 8 mars. Edhe filloni pari. E di çfarë bëra me gruan time. E çova thot në Maldive të pushojnë 3-4 ditë thot për 8 mars thot sepse edhe ju bë qefi shumë nuk e priste. E meritonte, bravo. Vërtet thot ai. Bravo. Edhe unë me thon drejt i bleva i Ferrari gruas dhe kur hypi te Ferrari pa që kisha bler bileta për Dubai tha. Wow. Dhe iku në Dubai për me rastin e 8 marsit do rri një javë atje thot. I treti tha, të dashur miqtë e mi tha. Unë tha i dhash një palë qeca, tha s'po kupton të qa ishte një vilë në Miami, tha. Edhe ja bëra me rastin e 8 marsit, sigurisht 3 sa doj atje, më kupton. Edhe ndërkohë po vinte kamarier një njeri i rëndomt, normal. Njeri thjesht. Që po u shërbente. Edhe e pyesin këta, po ti zotri, ku e çove gruan për 8 mars? Ky tha, me thon drejtën unë s'ka mundësi, vlla unë marroj punë vetë në shtëpi me gruan.